Hey, what's up you guys? Yes, if you're new, welcome. If you're not new, welcome back. Në këtë video ne rikthehemi disa videove që unë bëja kur testoja ushqime më të lira versus ushqimet më të shtrenjta në Tiranë. Dhe për këtë video do testojmë pikërisht sanduiçat. Ideja e videos është e tillë, ne do testojmë 3 vende të ndryshme me sanduiçe që kanë 3 çmime të ndryshme. Vendi i parë do jetë vendi me sanduiçin me çmim më të lirë, vendi i dytë do jetë vendi me sanduiçin me çmim të mesëm dhe vendi i tretë do jetë vendi me sanduiçin më të shtrenjtë në Tiranë. Për ju që keni qenë këtu që në ditën nr. 1 e dini që unë e quaj ndryshe këtë challenge, a ja vlen po jo, le ta zbulojmë. Kështu që do e zbulojmë. Kurse për ju që nuk e keni idenë se për çfarë po flisi, mund të klikoni linkun këtu sipër për ta zbuluar. Ose ndiqeni videon. Ky është kanali i Hildës, nuk kam një intro të madh, kështu që po përdor këtë derisa të kem një intro tamam. Harova t'ju theja që qëllimi i videos është të testojmë të treja vendet dhe në fund do kemi një fitues. Do jetë fitues në bazë të vlerësimit ton dhe vlerësimi jon do jetë nga 1 te 10. Vlerësimi do bazohet te cilësia e ushqimit, te shija dhe cilësia e shija është një gjë. Dhe te ambienti. Tani do shkojmë te vendi i parë, ju që keni vite që më ndiqni, e dini që ne kemi shkuar te ky vend në videon ku ne e shtyjmë ditën vetëm me 2000 lekë dhe është pikërisht Miri te shkolla Petronini. Para 3 ose 4 vitesh kur kam bërë atë video, ka qenë sanduiçi vetëm 500 lekë dhe nuk e di tani shpresoj mos e ketë rritur çmimin, por kam një ndjesi që do e ketë çuar 1000 lekë për të zbulim tani. Një nga këto sanduiça këtu tam. Më të lirën. Më të lirën. Janë gjitha njësoj. Janë standard gjitha. Me çfarë ishin ndonjëherë? Me pul. Me pul. Kush është më e mirë? Sa kushton? Siç e pat, Miri nuk na ka zhgënjur, e kishte rritur sanduiçin me vetëm 10 lekë të reja ose 100 lekë të vjetra dhe prap është super mega lirë. Vetëm 600 lekë sanduiçi dhe është momenti ta provojmë. Kam përshtypjen që shija nuk ka ndryshuar fare, kështu që nuk e mbaj mend me çfarë kam marrë ajo video ku shty ditën vetëm me 2000 lekë, që nëse nuk e keni parë atë video, klikoni linkun këtu sipër. Por është momenti ta provojmë. Ky është sanduiçi shumë i famshëm dhe i dashur i Mirit. Nuk ka si të duket ndryshe për 600 lekë, okay? Mos e keni pritshmëritë e larta. Thjesht e di që është shumë i thatë dhe do vdes për ujë, por për 600 lekë so juicy. Hold up. Kam ngërë vetëm korën tani, kështu që kjo kafshata tjetër do jetë vendimtarja. Tani është kafshata e së vërtetës. Është thjesht një sanduiç normal. Pra ky sanduiç është me një simite 200 lekëshe, nuk e di sa janë këto simitet, ka prosciutto, pule, kaçkavall dhe majonez. Tani unë mendoj që nëse do e bëjmë shpik këtë sanduiç do më shkonte më shtrenjtë se 600 lekë, se nuk gjem simite 100 lekë, mund ta gjesh simiten 400 lekë, prosciutton e pulës dhe blesh me gram, mund të shkojë, I don't know, like 1000 lekë I guess. Do blesh kaçkavall, domethënë do shkojnë shumë më shtrenjtë se 600 lekë, kështu që bravo Mirit që I mban sanduiçat 600 lekë, sidomos për gjimnazistët, sepse jam e sigurt që Miri provon këtë sanduiç pikërisht për gjimnazistët, për petronincat, I quanim ne, se unë jam ismailse, okay? Kemi pasur bif m'duket. Tani është momenti për vlerësimin. Shiko, ambientin nuk e vlerësojmë dot sepse Miri është realisht një market. Okej, është market, shet edhe bulmet, shet çdo gjë, kështu që ambienti, me thënë drejtën, përkon fiks me çmimin e sanduiçit që bën. O një insekt. Largo. Kështu që ambientit realisht nuk I japim dot një vlerësim, sepse është market, nuk është restorant ose fast food. Kurse për sa I përket sanduiçave, ne do japim vlerësim se sa përkon shija me çmimin. Kështu që sanduiçi I Mirit me 600 lekë përkon shumë me shijen e saj, nëse kuptojnë çfarë dua të them. Për një sanduiç 60 lekë nuk ka ku të shkojë më mirë, është një 10 nga 10, por për sanduiçin në përgjithësi, shija është një 5 nga 10. Pra është një sanduiç që okay, mund ta hash, por nëse mund të shtoj edhe 100 lekë më shumë, mund të blej një sanduiç me brëm pice dhe do ishte më e mirë. Por gjithsesi mendoj që the vibes, atmosfera e sanduiçit është ajo që ja vlen. Me që sanduiçi është vetëm 60 lekë dhe nuk mund të kemi pritshmëritë e larta, unë do jap vlerësimin përfundimtar Mirit për sanduiçin që përkon me çmimin dhe me shijen e sanduiçit. A bëri sens? Për mua Miri merr vlerësimin. Nuk e di.
8 nga 10. Okej, për një sanduiç 60 lek është shumë i mirë. Po kështu realisht është një 5 nga 10. Dhe tani le të vazhdojmë me vendin e radhës. Ja ku arritëm te vendi numër 2, që është vendi me sanduiç me çmim të mesëm. Dhe do e provojmë. A ja vlen po jo, le ta zbulojmë. Tani, sanduiçi që kam marr unë duket super mega i shishëm. Është me sallam milanez, me burrata, me rukola dhe me krem tartufi. Të them të drejtën, kam provuar. Nuk jam e sigurt nëse kam provuar këtë sanduiç ose një tjetër në këtë vend të dashur dhe ka qenë shumë i mirë. Besoj se edhe kjo do jetë shumë e mirë, të them drejtën, kështu që le thjesht ta provojmë. Ka shije super kremoze. Nuk e di, a duket e thatë këtu në kamerë, nuk është fare e thatë. Buka është pak krokante, por shumë pak, nuk është sigur. Kremi tartufit është aq sa duhet, nuk ka shumë krem tartufi sa të veli. Rukola dhe burrata jetë këtë freskim, kurse sallami milanez është shija kryesore e sanduiçit, që të them drejtën që ka super e mirë, nuk kam çfarë shaj, nuk kam çfarë bëj, nuk kam çfarë. S'kam asgjë. Të them të drejtën, po e mbaj shumë veten që mos t'i haj që të dyja këto, do e marr me veten në shtëpi, do e haj me vonë. Ambienti brenda është shumë cozy, është shumë warm, duket fiksi si një sanduiçeri, panineri e vogël italiane. Siç u thash, nuk kam asnjë ankesë për sanduiçin, është shumë e mirë. Çmimi i kësaj ishte harrova. Duket se 5900 lek. Sa harrova, çmimi që jam më rëndësishëm në këtë video. Ky është sanduiç me çmim të mesëm dhe kushton dhe zbuloj tani. Siç po thoya sapo kam marr faturën, unë kam marr një ujë dhe një sanduiç dhe rëndësi ka çmimi i sanduiçit, kështu që sanduiçi është 550 lek të reja ose 5500 lek të vjetra. Mendoj që është tamam një çmim i arsyeshëm për një sanduiç në këtë video me çmim të mesëm. Me këtë cilësi mendoj që 5500 është fiksa që sa duhet. Siç u thash, për çmimin, cilësinë, shijen dhe ambientin është 10 nga 10. Nuk kam asnjë ankesë, është super. Dhe tani do vazhdojmë me vendin e radhës, me sanduiçin më të shtrenjtë. Nuk ju ha merr mendja sa i shtrenjtë është. Në fakt ju ha merr mendja se keni parë në titull, po gjithsesi. Dhe ja ku mbërritëm më në fund te vendi i tretë, që është vendi me sanduiçin me çmim më të shtrenjtë. Më i shtrenjtë në gjithë Tiranën, sepse kam bërë shumë research. Dhe ky sanduiç është një pastrami sandwich dhe është 1190 lek të reja. Pra 12000 lek të vjetra. Por ju që keni shumë kohë që më ndiqni, e dini që unë shkoj super shumë shpesh te Delibrosi, e keni parë në TikTok me shumë mundësi, dhe Delibrosi është pikërisht ky vend që ka sanduiçin më të shtrenjtë në Tiranë dhe të them të drejtën, për mendimin tim më i miri. Tani mund të jetë pak me hile që kam provuar më përpara, por çfarë bëjmë? Gjithsesi, kjo nuk do të thotë që ky vendi i tretë me sanduiçin më të shtrenjtë do jetë fituesi, sepse akoma nuk e kemi pasur atë përvojën siç e kemi pasur te dy vendet e para, por edhe mund të jetë, nuk i diet tani. Ky është sanduiçi, siç e shihni, është me 100 shtresa pastrami. Është gjigant. Tani u do thoni pse Hilda, pse është ky sanduiç kaq i shtrenjtë, çfarë bën kaq të mirë, kaq të shtrenjtë, dhe sepse është i shtrenjtë do jetë shumë i mirë, dhe pse është kaq i mirë, sepse është shumë i shtrenjtë. Ju a them mund se me sa duket Hilda ka mendjen vetëm për të ngrënë sot. Pastrami është kaq i shtrenjtë sepse kërkon shumë kohë dhe punë. Gjoksi i viçit qëndron në marinat plot erza për 3 deri në 4 javë, pastaj të moset ngadalë me dru lisi dhe qershie që të marrë atë aromën e mirë. Në fund futet në furrë me avull derisa të bëhet super i butë. Pra nuk është thjesht mish, është një proces i gjatë që e bën pastramin me vlerë. Dhe pastaj pritet në copa të holla, siç mund ta shihni këtu, dhe ky sanduiç mbushet me pastrami. Pra nuk është nga ato vendet e shtrenjta ku thoni juve ke vetëm një copë kaq sanduiçi dhe është me pak kaviar dhe prandaj është aq i shtrenjtë, por ka sasi, ka cilësi, ka bollësi dhe nuk po flas më, thjesht ta ham dhe ta provojmë. Tani ky sanduiç është shumë i thjeshtë, është thjesht bukë, mustard dhe pastrami. Nuk kam qenë një fan se shumë e madhe e mustardës, më saktë nuk e haja kurrë, por duke u rritur ndryshojnë njerëzit, kam ndryshuar. Marr një pastrami në tokë. Shkuan 500 lek. 500 lek më ta shojmë një copë pastrami. Okej, nuk e di si do e ha këtë, nuk e di si mund ta thjesht ta provojmë, se po flas pak si shumë tani. Taste test. Çfarë? Një tash kam provuar një herë, por është më mirë se hera parë, është më juicy. Vjen e shoqëruar me turshi, me pickles, my favorite. Ndoshta duhet hajnë bashkë kështu kur e kanë, ndërkohë që s'po flas më shumë. Ky
Ky ishte the move, ky ishte sekreti, ndërkohë që ke ato kafshatën e pastramit në gojë, do t'ja fush në një kafshat turshie dhe përjeton parajsën. Siç po ju thoja, sanduiçi është shumë i thjesht, po ky mish i jep atë shijen, ka si një shije të pasur, jo e pasur në vlerë monetare, po e pasur like a rich taste. Më kuptoni, si dua të flas në anglisht, pastaj më shajnë komente. Blini komente nëse doni më shani. Nëse ka realisht një taste shumë të pasur, like it's rich në shije. Tani ju do thoni deli bros, deli. Bros, bro, vllaçko, ta bune zemra mirë. Tani, deli në fakt janë disa vende në New York që quhen deli, që këto vende janë food shops, pra janë vende që kanë ushqime, jo fast foods, po vende që servirën pikërisht këtë sanduiç. Pra, specialiteti i këtyre deli në New York janë këto sanduiçet me pastrami. Dhe mund të them që unë tani kam provuar atë shijen e New Yorkut në Tiranë. Ju e dini që unë vdes për salcat, kështu që kam marrë shumë salca. Do mundohem të shoh nëse përshtaten me këtë sanduiçin. Tani, si që u thash, mendoj që specialiteti i sanduiçit është që t'jetë kaq i thjeshtë sa është, po unë si butollaqe që bëj eksperimente. This was the move. Tani, gjëja ime e preferuar pas pastramit, nuk e di që s'ka lidhje fare me videon, se po provojmë sanduiça, por janë këto turshit. Ky vendi ku jam në fakt njihet më shumë për burgerat, por sa herë që marr burgera, është një kombinim shumë i çuditshëm, por aq i mirë marr këto turshit, që janë edhe spicy, edhe marr gjithmonë një burger që quhet butter burger, që vdes për atë burgerin, po fatkeqësisht kam bërë një video ku provoj burgerin më të lirë versus burgerin më të shtrenjtë, që është pak a shumë si kjo video, vetëm me burger, që mund ta shihni në këtë linkun këtu sipër. Shiko, do hajde një kafshat të këtij pastrami sandwich me këtë salcën aioli, se ishte kombinimi perfekt, dhe do jap vlerësimin. Tani, si që patë, sanduiçi është shumë gjigant, sepse është mbushur me pastrami dhe të them të drejtën të ngop shumë shpejt. Dhe unë, do më thënë, me këtë 3 çerekun e sanduiçit që hëngra, jam pothuajse e ngopur, por është aq e mirë sa që do vazhdoj ta ha. Është momenti që t'ju jap vlerësimin për këtë sanduiç të Deli Brosi dhe gjithashtu për fituesin e videos. Atëherë, nga ambienti, të them të drejtën, është një ambient shumë cozy dhe është fiks si ato vendet e burgerave në Boston. Se kam qenë shumë vende burgerash në Boston, në Amerikë, edhe është fiks në atë vibe. Se me çfarë kam vënë re zakonisht në Shqipëri kanë këtë tendencën që t'i bëjnë vendet pak luksoze ose fancy, po që duke qenë se është një burger place duhet të jetë fiks si një burger place, një vend i thjesht, cozy, me kështu like good vibes, edhe pikërisht atë gjë ka Deli Brosi që njihet më shumë për burgerat, me që po ju them burger place. Tani, vlerësimi vendimtar për këtë sanduiç, pra te vendi i tretë, që është vendi me sanduiçin më të shtrenjtë. Për sa i përket çmimit, po, është e shtrenjtë për një sanduiç 12.000 lekë, por siç ju thash, ja vlen për cilësinë që ke, sepse siç thash, pastrami është realisht një mish shumë i mirë dhe shumë i shtrenjtë në çfarë lloji vendi të botës. Unë mendoj se ja vlen për 12.000 lekë të hash një sanduiç me cilësi kaq të mirë dhe me shije kaq të mirë. Dhe në fakt, për mendimin tim, me këtë çmim, ndonjëherë nëse do të kalosh një sushi night dhe të hash sushi, ndoshta mund të kaloni një pastrami night pak më të shishëm dhe pak me më shumë bollok se sa sushi. Dhe tani, vlerësimi për vendin e tretë me sanduiçin më të shtrenjtë është 10 nga 10. Në fakt 11 nga 10. Në fakt 12 nga 10. Në fakt 13 nga 10. Është realisht tepër e mirë, siç u thash, nuk kam asnjë lloj ankese, ambienti është super, cilësia është ajo që jep vlerësimin më të lartë dhe gjithashtu dhe shija, kështu që tani ka mbetur vetëm të zbuloni se cili do jetë fituesi i sanduiçeve. Do zbulojmë se kush ja vleti më shumë nga të treja, okay? Shifmi tani. Dhe tani, sa po kemi ardhur në përfundim të videos, është momenti që po prisni të gjithë kush të jetë fituesi, kush e ka fituar këtë betejë me sanduiçave. Sanduiçi me çmim më të lirë, ai me çmim të mesëm, apo ai më i shtrenjtë. Kjo është një ditë shumë e ngarkuar me sanduiça, vetëm unë e di çfarë po e heq, sepse jam ngopur aq shumë, sidomos me këtë të fundit. Një përmbledhje shumë e shkurtër, sepse te të treja vendit ju thash përshtypjet e mia. Tani, vendi i parë e pat, që ishte një sanduiç 600 lekësh, shumë i thjeshtë,
nuk ishte një shije wow, sepse normalisht 600 lekë nuk pret asgjë. Vendi i dytë ishte shumë i mirë, por ai sanduiç që na vodhi zemrën, dhe sanduiçi që triumfon, besoj se keni kuptuar deri tani që është sanduiçi me çmimin më të shtrenjtë, pra po, ishte sanduiçi i fundit. Ishte realisht aq i shishëm, aq i bollshëm dhe ja vlente edhe me çmimin që kishte. Fatkeqësisht gjërat e mira në këtë jetë nuk vijnë lirë, kanë një çmim, por me atë çmim kënaqesh, siç ishte ky sanduiç i fundit. Faleminderit shumë që ndoqët këtë video. Lini koment poshtë se cili ju duk ju sanduiçi më i mirë, më aq sa pak në ekran, por nëse doni mund të shkoni të provoni vet. Mos harroni të bëni subscribe, like, share dhe lini koment poshtë për çfarë ushqimi dëshironi të vlerësoj në një video të radhës. Pra çfarë ushqimi të provoj, më të lirë versus më të shtrenjtë, kam bërë disa video që mund t'i shihni të gjitha në kanalin tim dhe kaq, le të shihemi në videon e radhës.